Hoxha, çfarë flet Kurani për ndihmesën e njerëzve? Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete nxit për punë të mira. Dhe ndër to patjetër është edhe ndihmesa që mund t'i bëjmë të tjerëve, ose njerëzve që janë nevojë, ose dikush që është në vështirësi. Për shembull, Zoti i Gjatësisë thot në Kur'an: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." A ka shpërblim për të mirën përpos të mirës? Imagjinoje ti për ndenjat që ne mund të kemi, jemi ul për shembull një grup njerëzish në një vend, dhe vjen dikush, në secili është në vendet e tij, në vendin e tij. Vjen dikush dhe do pak vend. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Nëse ju thuhet ju që hapni vend, fafsahu yafsahillahu lakum." Lironi, boni hapësirë pra. Allahu t'ju bëj vend ju. Çfarë vendi bën Allahu? Allahu bën vend për njeriu në xhennet. Imagjinoje ti për një vepër kaq të vogël, që është pra ti në një ndenjë për shef, vjen dikush, pra hyn ose në një odat siç kanë qenë të kaluarën, vjen dikush me ul dhe ti liron, pra i bën hapësirë. Allahu subhanahu wa ta'ala shpërblen, i bën vend ku në xhennet. Po imagjinoje ti ndihmesa që ti mund t'i bësh dikujt. Për shembull, një grua që mund të ketë jetim. Ti shkon i gjindesh, pra i jep ushqim. Dikush tjetër ndoshta është i zhytur në borxhe. Pra, subhanallahu, Zoti i Gjatësisë, njerëz të tillë, ka bërë njerëz të tillë që mendojnë për të tjerët. Dhe për shkak të lutjes së dikujt, pra ky ka ndihmuar një njeri ndoshta, pra me diçka shumë të vogël. Ama subhanallahu, ajo lutja që ai ka bërë për këtë, o bë shkak që Zoti i Gjatësisë ta mbrojnë për një fatkeqësie. Zoti i Gjatësisë ta shëroj. Allahu subhanahu wa ta'ala t'ja mundësoj xhenetin. Dhe ne kemi shembuj të shumt, siç përmend për shembull profeti alayhis salam, për atë gruan e cila ishte e përdal, imorale. Dhe pa, imagjinoje kafshën, jo njerëzit, po edhe kafshën. Pra ajo çfarë bëri, e pa një kafshë, pra një qen duke ishte tepër i etur. Shkoi dhe i dha për të pirë. Dhe subhanallahu, Allahu subhanahu wa ta'ala e fali. Kështu që veprat e mira, pra, në dobit njerëzve patjetër që Zoti i Gjatësisë në Kur'an na nxit për to.